Jemi në qytetin e Tepelenës, vetëm pak ditë në ndajnë nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në këtë periudhë të rëndësishme është thelbësore që çdo qytetar të sigurohet që emri i tij figuron në listat e votuesve. Le të pyesim qytetarët e Bashkisë Tepelenës se sa të informuar janë për këtë proces. E kam të kontrolluar, e kam lartë të gjimnazi, jam në rregull. Si do votojmë? Qeveria duhet këtë gjashit, pa qeveri, lera që a thonë, e mire e ligë, qeveria duhet, apo jo? Po, kemi kontrolluar, të votojmë. Të votojmë. Nuk është e vështirë fare. Pa tjetër. Numri 506 jam. Pa tjetër, si s'do votoj. Pa tjetër, kam pare numrin, kam kontrolluar shpejt para ca ditësh, edhe listat janë aty te Kilemaja. E kam kontrolluar dhe e kam. E kam kontrolluar emrin të ratë sakta. Po, kemi gjetur. Ku voton? Te gjimnazi. Të votojmë. Se s'ben, se pa qeveri së rrijet. Ishte e vështirë ta gjenit emrin në lista? Jo, gjemë kollaj fare. Ndërsa zgjedhjet afrohen, është detyrë e secilit prej nesh të sigurohemi që të jemi të përgatitur për të ushtruar të drejtën tonë të votës.